Horoskopi ditor e shtunë 21 qershor 2025. Horoskopi ditor i dashit 21 qershor 2025. Dashi, jeni gati për ndryshime dinamike. Marsi, planeti juaj sundues, i nxit ambicjet tuaja, duke ju inkurajuar të përballeni me sfida të reja drejt për drejt. Energjia juaj është e gjallë, duke e bërë atë një ditë fantastike për të filluar projekte të reja ose për të filluar ndryshime të rëndësishme në rutinën tuaj. Rreshtimi kozmik sugjeron një rritje në karrierën tuaj. Kapni çdo mundësi që përputhet me qëllimet tuaja afatgjata. Megjithatë, Venusi ju këshillon të jeni të kujdesshëm në ndërveprimet personale. Ndjeshmëria emocionale është e lartë dhe është e mençur të komunikoni me qartësi për të shmangur keqinterpretimet. Në dashuri, një gjest i thjesht mund të ndezë pasionin, prandaj merrni kohë për të ushqyer lidhjet. Shoqërisht, ju jeni shpirti i festës, duke tërhequr njerëzit drejt karizmës suaj optimiste. Financiarisht, sot mund të sjellë shpenzime të papritura. Monitoroni shpenzimet dhe prioritizoni investimet thelbësore. Në shëndetësi, kanalizoni këtë energji të bollshme në aktivitete fizike për të ruajtur vitalitetin tuaj. Besojini instinkteve tuaja dhe hipni në valën e përparimit pozitiv. Horoskopi ditor i Demit, 21 qershor 2025. Demi, konfigurimet planetare të sotme rrisin përvojat tuaja shqisore dhe nevojën për stabilitet. Prania e hënës në shenjën tuaj ofron një ndikim tokëzues, duke krijuar një sfond të përsosur për të kënaqur me rehatin dhe bukurinë. Angazhimet profesionale kërkojnë durim. Merrni një qasje metodike për rezultatet më të mira. Kjo nuk është dita për të nxituar vendimet. Financiarisht, shqyrtoni strategjitë tuaja të buxhetimit dhe jini të hapur ndaj rregullimeve, duke siguruar rritje të qëndrueshme. Venusi ju fton të kaloni kohë cilësore me të dashurit, duke shijuar shkëmbime të thjeshta por kuptimplote. Ringjallni shkëndijat romantike me partnerin tuaj duke krijuar një gjest të përzemërt. Nëse jeni beqar, kozmosi sinjalizon se dashuria mund të dalë nga hapësira të njohura. Sot është ideale për vetanalizë. Rivlerësoni qëllimet personale për t'i parafruar ato me aspiratat e vërteta. Fizikisht, përqendrohuni në kujdesin e trupit dhe shpirtit. Ndoshta merrni në konsiderat jogën ose një shëtitje në natyrë. Ekuilibri është qelësi, prandaj menaxhoni përgjegjësitë dhe kohën e lirë për të harmonizuar botët tuaja të brendshme dhe të jashtme. Përqafoni paqen brenda. Horoskopi ditor i binjakëve, 21 qershor 2025. Binjakët, shkathësia e mendjes suaj është në kulmin e saj, duke ofruar një ditë të pjekur për të mësuar dhe zbuluar. Merkuri, planeti juaj udhërrëfyes, rrit aftësitë e komunikimit dhe stimulon ndjekjet intelektuale. Kjo është një kohë e përshtatshme për të menduar ide inovative ose për të angazhuar në dialog stimulues. Përqafoni kuriozitetin në punë, pasi mund të zhbllokojë mundësi të paparashikuara për përparim. Megjithatë, jini të vëmendshëm, impulsiviteti mund të shkaktojë kompleksitete. Venusi inkurajon nxitjen e marrëdhënieve, duke sugjeruar një ditë harmonike për të lidhur me familjen dhe miqt. Në jetën tuaj dashurore, dëgjimi efektiv mund të thellojë lidhjet dhe mirëkuptimin. Financiarisht, rimendoni strategjitë tuaja. Një audit i detajuar mund të zbulojë fusha për optimizim. Nga ana shoqërore, ju jeni një magnet, duke tërhequr njerëz që vlerësojnë zgjuarsinë dhe sharmin tuaj. Një ditë e shkëlqyer për të shoqëruar ose argëtuar. Në shëndetësi, përqendrohuni në relaksimin mendor, pasi truri juaj ka qenë më i zënë se zakonisht. Meditimi ose shkrimi i ditarit mund të ofrojnë ekuilibrin shumë të nevojshëm. Besojini shkathësisë suaj dhe rrjedhshmërisë së komunikimit tuaj sot. Horoskopi ditor i Gafores, 21 qershor 2025. Gafore, rrymat emocionale shkojnë thellë ndërsa hëna, planeti juaj sundues, ndriçon aspektet e universit tuaj të brendshëm. Sot, vetanaliza dhe vetëdia janë rritur, duke ofruar qartësi në sferat personale dhe profesionale. Në punë, durimi është i nevojshëm. Prioritizoni detyrat që kërkojnë inteligjencën tuaj emocionale. Është një ditë e favorshme për planifikim strategjik në vend të veprimit. Financiarisht, vlerësoni masat e sigurisë dhe merrni në konsiderat investimet afatgjata që premtojnë stabilitet. Venusi bekon lidhjet tuaja familjare, duke sugjeruar një kohë harmonike për të forcuar lidhjet mbi përvojat e përbashkëta ose bisedat zemër më zemë. Kanalizoni çdo intensitet emocional në projekte krijuese ose në kultivimin e traditave familjare. Përpjekjet romantike lulëzojnë, prandaj shprehni dashuri sinqerisht për të thelluar intimitetin.
Në shëndet, ruajtja e ekuilibrit emocional është thelbësore. Praktikoni ritualet e kujdesit për veten si banja qetësuese ose angazhimi në një mjedis paqësor. Ndërveprimet shoqërore sjellin mundësi për mbështetje emocionale, duke rritur lidhjet e vërteta. Përqafoni instinktet tuaja ushqyese, duke i besuar intuitës suaj për t'ju udhëhequr përpara. Horoskopi ditor i Luanit, 21 qershor 2025. Luani, dita e re shkëlqyeshëm për ju. I mbushur me energji diellore që rrit vetbesimin dhe cilësitë tuaja të leadershipit. Kozmosi ju lutet të jeni në qendër të vëmendjes, duke mbrojtur kauza që janë afër zemrës suaj. Profesionalisht, vendosmëria sjell përfitime. Tani është koha për të paraqitur ide ose për të negociuar kushte. Entuziazmi juaj frymëzon kolegët, duke e bërë punën në grup veçanërisht të dobishme. Financiarisht, optimizmi i kujdesshëm ju udhëzon e eksploroni me kujdes investimet dhe planet e kursimit potencial. Venusi hiheshon ndërveprimet tuaja shoqërore, duke amplifikuar sharmin tuaj dhe duke tërhequr vëmendjen nga interesat e mundshme romantike. Kultivoni këto lidhje, qofshin miqësi të gjata apo njohje të reja. Planifikoni aktivitete që lejojnë personalitetin tuaj të gjallë të shkëlqej. Në dashuri, një gest i madh mund të fuqizojë marrëdhënien tuaj. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë tuaj në një rutinë ushtrimesh ose aventurë në natyrë, duke mbajtur vitalitetin lart. Theksi në balancimin e kohës midis ambicieve profesionale dhe kënaqësisë personale siguron gëzim të qëndrueshëm. Besojini dëshirave të zemrës suaj, duke lënë natyrën tuaj mbretërore të ngrohet në shkëlqimin kozmik të sotëm. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 21 qershor 2025. Virgjëresha, universi ju jep dhuratën e fokusit të kujdesshëm dhe aftësisë analitike, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për zgjidhjen e problemeve dhe organizimin. Merkuri fuqizon mendjen tuaj, duke lehtësuar komunikimin e qartë dhe koncisi në sferat personale ashtu edhe në ato profesionale. Zhytuni në projekte sfiduese. Vëmendja juaj ndaj detajeve do të zbulojë efikasitete të fshehura. Vendimet financiare kërkojnë shqyrtim. Qasjet metodike premtojnë rritje dhe stabilitet. Venusi thekson marrëdhëniet, duke mbrojtur shprehjet e menduara të vlerësimit. Pavarësisht natyrës suaj kritike, mos harroni të jeni të butë me të dashurit, duke nxitur një mjedis edukues. Gjestet romantike duhet të jenë të drejtpërdrejta, por të përzemërta. Në aspektin shoqëror, angazhimi me individ me mendje të ngjashme pasuron ditën tuaj, duke stimuluar shkëmbimet intelektuale. Në shëndetësi, prioritizoni rutinat që promovojnë qartësinë mendore dhe mirëqenien fizike. Konsideroni aktivitete si mbajtja e një ditari ose një shëtitje të shpejtë në natyrë për t'u rigjallëruar. Balancimi i kujdesit për vete me detyrimet rrit produktivitetin dhe përmbushjen. Prekja juaj e saktë siguron përparim dhe harmoni në të gjitha përpjekjet sot. Horoskopi ditor i Peshores, 21 qershor 2025. Peshorja, peshoret e jetës kërkojnë ekuilibër, duke ofruar një ditë për të harmonizuar fusha të shumta. Venusi, sundimtarja juaj, hiheshon ndërveprimet personale, duke ju nxitur të nxisni diplomacinë dhe bashkëpunimin. Në punë aftësitë negociuese shkëlqejnë. Kërkoni konsensus në bashkëpunime, duke rritur dinamikën e ekipit. Profesionalisht, përqendrohuni në zgjidhje të drejta dhe të barabarta, duke shmangur vendimet impulsive. Financiarisht, rishikoni buxhetin tuaj, duke i dhënë përparësi përvojave mbi blerjet materiale. Personalisht, ushqeni marrëdhënie duke ndarë dhe lidhur hapur me ata që balancojnë energjinë tuaj. Romanca lulëzon kur harmonia dhe mirëkuptimi kanë përparësi. Aktet e vogla të mirësisë lën përshtypje të qëndrueshme. Shoqërisht, sharmi juaj tërheq shoqëri interesante. Angazhohuni në biseda të lehta dhe shijoni aktivitete të përbashkëta. Në shëndet, ruajtja e ekuilibrit është qelësi. Aktivitetet që promovojnë mirëqenien mendore dhe emocionale, si yoga ose meditimi, rezultojnë të dobishme. Sigurohuni që kufijtë personal të respektohen, duke nxitur paqen si personale ashtu edhe ndërpersonale. Lejoni që simfonia e sotme e ekuilibrit t'ju udhëheq me hir përpara, duke përqafuar të gjitha aspektet me moderim. Horoskopi ditor për Akrepin, 21 qershor 2025. Akrepi zhytet thellë duke ftuar transformimin dhe vetëzbulimin. Dinamika planetare nxit vetanalizën, duke mbrojtur rritjen e fuqishme personale dhe depërtimin emocional. Profesionalisht, është një ditë për ide inovative dhe manovra strategjike. Besoni instinkteve tuaja, zgjuarësia është aleati juaj.
Financiarisht, përballuni me sfidat me një perspektivë të durueshme, duke shmangur vendimet e nxituara. Marrëdhëniet janë çelësi sot. Komunikimi autentik zhbllokon mirëkuptimin. Venusi favorizon vendimet, duke sugjeruar një kohë për të ndrequr dhe forcuar lidhjet personale. Intensiteti emocional duhet të jetë i ekuilibruar. Kanalizimi i tij në ndjekje krijuese ose strategjike ofron përmbushje. Në dashuri, cenueshmëria do të thellojë intimitetin. Shprehni dëshirat tuaja me qartësi dhe guxim. Dinamika sociale zbulon aleanca të vërteta. Vlerësoni ata që përputhen me thellësinë tuaj. Nga ana shëndetësore, qasjet holistike ndaj mirëqenies janë të dobishme, duke harmonizuar mendjen, trupin dhe shpirtin. Praktika të tilla si meditimi ose mbajtja e ditarit ofrojnë qartësi dhe qetësi. Përqafoni energjinë transformuese të sotme për t'u lidhur me të vërtetat e brendshme dhe për të evoluar përtej kufive të perceptuar. Horoskopi ditor i shigjetarit, 21 qershor 2025. Shigjetari, eksploroni horizontet tuaja të gjera, ndërsa Jupiteri energjizon kërkimin tuaj për njohuri dhe aventurë. Profesionalisht, kapeni ditën për të filluar projekte vizionare ose për të përgatitur themelet për mundësi të ardhshme. Shpirtrat bashkëpunues tërhiqen nga idetë tuaja inovative. Prandaj shfrytëzojeni këtë ndikim për të mbledhur mbështetje. Financiarisht, ndërmerrni investime të informuara, duke favorizuar rritjen afatgjat. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga optimizmi juaj. Ndërveprimet shoqërore do të lulëzojnë me të qeshura dhe përvoja të përbashkëta. Venusi sugjeron që takimi me njerëz nga prejardhje të ndryshme mund të nxjisë miqësi emocionuese ose interesa romantike. Në dashuri, spontaniteti mban flakët gjallë. Planifikoni një aventurë të papritur me partnerin tuaj. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi një qasje holistike. Aktivitetet në natyrë kënaqin shpirtin tuaj të lirë dhe energjizojnë mendjen tuaj. Inkurajoni ekuilibrin në orarin tuaj, duke endur relaksimin mes ndjekjeve të pasionit dhe eksplorimit. Sot ju ofron mundësinë për të zgjeruar botkuptimin tuaj dhe për t'u lidhur thellësisht me mrekullitë përreth jush, duke frymëzuar ata që takoni. Horoskopi ditor i Briciapit, 21 qershor 2025. Briciapi paraqet sfida dhe arritje strategjike. Ndikimi i disiplinuar i Saturnit mbështet ambicjet tuaja, duke u parafruar me përpjekje produktive në karrierën tuaj. Shfrytëzojeni këtë energji për të çuar përpara projekte afatgjata. Planifikimi metodik dhe përkushtimi tërheqin suksesin. Lidhja me figura me ndikim mund të hapë shtigje të reja karriere. Prandaj shfrytëzoni mundësitë për të shfaqur aftësitë. Financiarisht, rivlerësoni planet e investimit për të siguruar përparim të qëndrueshëm. Marrëdhëniet personale kërkojnë prani dhe angazhim. Venusi thekson rëndësinë e kultivimit të lidhjeve emocionale. Gjeni kohë për biseda të përzemërta dhe momente cilësore me ata që i çmoni. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të forcojnë lidhjet. Shoqërisht, pjesëmarrja në diskutime intelektuale pasuron perspektivën tuaj. Në shëndet, jepni përparësi rutinave të strukturuara që nxisin qëndrueshmërinë dhe forcën. Stërvitje dhe ushqimi ekuilibruar do të rrisin mirëqenien. Qasja e disiplinuar e sotme kombinon detyrën me dashurinë, duke shënuar përparim në fusha të ndryshme të jetës. Besoni në aftësinë tuaj për të lundruar në kompleksitete me qetësi dhe vendosmëri. Horoskopi ditor i Ujorit, 21 qershor 2025. Ujori, një val inovacioni dhe origjinaliteti do t'ju gjallëroj ditën. Urani, planeti juaj sundues, inkurajon thyerjen e modeleve konvencionale, duke lejuar që liria dhe kreativiteti të lulëzojnë. Profesionalisht, përqafoni qasjet jo konvencionale. Njohuritë tuaja vizionare mund të sjellin zgjidhje inovative. Bashkëpunimi me mendimtar përpara rezultoni frytshëm, duke rritur rezultatet e projektit. Financiarisht, eksperimentoni me ide të reja me kujdes. Njohuritë tani mund të hapin rrugën për përfitime të ardhshme. Ndërveprimet personale lulëzojnë në mjedise që nxisin ideale të përbashkëta dhe diversitet. Venusi përmirëson bisedat kuptimplote, duke quar potencialisht në aleanca të reja ose duke thelluar miqësitë ekzistuese. Në dashuri, shprehjet e sinqerta dhe gjestet e menduara riafirmojnë lidhjet. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete që fuqizojnë si mendjen ashtu edhe trupin, merrni në konsiderat aktivitete në grup ose eksplorimin e hobi të reja. Balancimi i lirisë me përgjegjësitë e pasuron ditën tuaj. Vibra kozmike e sotme inkurajon përqafimin e perspektivës suaj unike, duke frymëzuar të tjerët me shpirtin tuaj inovativ dhe autentik.
Lëreni që mendimi juaj përpara të ndriçojë shtigjet ndërsa ecni me besim në sfera të reja. Horoskopi ditor i Peshqve, 21 qershor 2025. Peshqit, dita e re ju zhyt në thellësinë tuaj emocionale, duke nxitur kreativitetin dhe vetanalizën. Neptuni, udhërfyesi juaj, rrit intuitën dhe shprehjen artistike, duke ju ftuar të eksploroni thellësitë e imagjinatës suaj. Profesionalisht, mbështetuni në pikpamjen tuaj vizionare. Ai mund të udhëheqë zgjidhje që të tjerët mund të anashkalojnë. Dita favorizon kreativitetin, përqendrohuni në projekte vizuale ose në ide strategjike. Financiarisht ëndërroni shumë, por menaxhoni burimet me mençuri, duke planifikuar për stabilitet në të ardhmen. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në empati dhe dhëmshuri. Venusi sugjeron thellimin e lidhjeve përmes mirëkuptimit dhe ëndrave të përbashkëta. Përpjekjet romantike lulëzojnë kur bazohen në emocione dhe ndershmëri të vërtetë. Në rrethet shoqërore, pritshmëria juaj tërheq ata që kërkojnë ngushëllim ose frymëzim. Nga ana shëndetësore, kushtojini vëmendje shëndetit mendor dhe emocional. Meditimi ose aktivitetet artistike mund të ofrojnë ekuilibër dhe paqe. Duke nderuar njohuritë tuaja intuitive dhe shprehjet krijuese, do të lundroni në detet e sotme pa probleme, duke përhapur një ndikim të butë tek të gjithë ata që kalojnë në rrugën tuaj. Përqafoni rrjedhën e rrymave emocionale me hir. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.